Po ecëm tash me Hondën të provojnë se qysh është Honda në lane filtering. Dhe është temë interesant që e bëna lane filtering. Edhe kam lexuar ka gjatë shumë studime, po edhe lidhje me këtë, cilat janë përparësitë edhe të metat që shkaktojnë në komunikacion. Në fakt në ka të meta pothuajse hiç. Edhe shumë shtete nëpër botë ja kanë nisë me leju kështu me ligj lane splitting. Deri në shpejtësi të caktuar, për shembull, më fundit është që në Australi kanë bërë shumë studime viteve të fundit edhe kanë ardhur në përfundim që duhet me leju me ligj lane splitting në shpejtësi 30-40 km/h, edhe efektin që e ka pozitiv në komunikacion ku ke pengon kërkon në njëjtën kohë edhe motivon të tjerë. Motivon të tjerë që me vozit motor edhe me shkaktu ndotje më pak, të lovi më pak në rrugë, sa më shumë motora. Edhe të njëjtën kohë për shembull të shkojmë në një destinacion ke tjetër, që kjo për shembull që pas është ke tjetër që i vjen, që si jam të janë zonë rane nas vene nas kërgjë, thjesht unë jam të ecë punën tam, pa e pengu kërkën. Veç duhet pak një farë ego në komunikacion, adi me hjek shoferat me kirëll, mos me marrë si diçka personale kur një motorist hen në mes. Dhe që kjo është hapësirë që se shfrytëzo kërkush. Mujt edhe kerët këshin hi, ja që s'munën veç motorat. Edhe përsa ta hina. Po ma vonë besoj që një ditë tjetër ka me vonë një post tamam për këta bashkë me studimet edhe vendet kërë kanë. Dhe ju lane filtering, splitting, çfarë dhe, sepse këto dy ja dallojnë.